Pasuria e Ledion Liço është ndërtuar gradualisht gjatë më shumë se një dekade në majat e medias shqiptare dhe përfaqëson një kombinim të qartë mes të ardhurave të larta, investimeve të zgjuara dhe një stili jetese elitar, por të kontrolluar. Ndryshe nga shumë figura të tjera publike, Ledioni nuk ka zgjedhur kurrë ta ekspozojë pasurinë si spektakël. Megjithatë, niveli i jetesës, paraqitja, projektet ku është i përfshirë dhe standardi që përfaqëson në ekran e bëjnë të qartë se bëhet fjalë për një profil financiar shumë mbi mesataren shqiptare. Burimi kryesor i kësaj pasurie janë kontratat shumë vjeçare në televizion, ku Ledion Liço renditet ndër moderatorët më të paguar në vend, sidomos pas marrjes së rolit kryesor në formatet më të mëdha televizive. Pagesat për këto formate nuk janë thjesht honorare mujore, por përfshin kontrata sezonale, bonuse performance, marrëveshje ekskluziviteti dhe përfitime të tjera që krijojnë një qarkullim të qëndrueshëm dhe të lartë financiar. Kjo e ka lejuar atë mos marret me një burim i vetëm, por të ndërtojë një bazë solide për investime afatgjata. Një pjesë shumë e rëndësishme e pasurisë së tij lidhet me pasuritë e paluajtshme. Duke u bazuar në çmimet reale të tregut në Tiranë dhe zonat ku zakonisht jetojnë figurat e medias së nivelit të tij, është e arsyeshme të flitet për apartamente në zona elitare, si ish bloku, liçeni artificial apo rezidenca moderne premium. Në këto zone, çmimet luhaten nga 2.500 deri në 4.000 euro për metër katror, ndërsa në projekte shumë luksoze mund të shkojnë edhe më lart. Një apartament familjar prej 120-150 metrash katror, i mobiluar dhe i pajisur sipas standardeve moderne, kap lehtësisht një vlerë prej 300.000 deri në 500.000 euro, pa llogaritur garazhin, ambientet ndihmëse dhe investimin në arredim. Për një person me profilin e Ledion Liços, pasuritë e paluajtshme nuk janë vetëm vendbanim, por edhe formë ruajtjeje dhe shtimi të kapitalit, çka sugjeron se këto asete zën një peshë të madhe në pasurinë e tij totale. Në aspektin e mjeteve të transportit, Ledion Liço shfaq një preferencë të qartë për automjete premium, të cilat ofrojnë rehati, siguri dhe status, por pa rënë në sy në mënyrë demonstrative. SUV-t luksoze të kategorisë BMW X5, Mercedes-Benz GLE apo Range Rover Sport janë tipike për këtë nivel jetese dhe në tregun shqiptar kanë vlera që variojnë nga 70.000 deri në mbi 110.000 euro, në varësi të vitit, motorit dhe paketës së pajisjeve. Një makinë e tillë përfaqëson jo vetëm luks, por edhe një investim të konsiderueshëm që reflekton fuqinë blerëse dhe stabilitetin financiar të pronarit. Edhe pse Ledioni nuk i shfaq hapur këto detaje, prezenca e tij publike dhe standardi i lëvizjes flasin për një kategori të lartë automjetesh në përdorim të përditshëm. Një tjetër element që plotson panoramën e pasurisë janë aksesorët dhe imazhi personal. Ledion Liço është gjithmonë i kuruar në detalje, nga kostumet e personalizuara te këpucët dhe orët luksoze. Një orë e kategorisë premium, nga markat e njohura ndërkombëtare, kap vlera nga 7.000 deri në 15.000 euro, ndërsa garderoba e një moderatori të këtij niveli, e rinovuar vazhdimisht për ekranin televiziv, përfaqëson 10.000 euro shpenzime në vit. Këto nuk janë shpenzime të rastësishme, por pjesë e identitetit profesional dhe imazhi që kërkon industria e televizionit, sidomos kur përfaqëson formate të mëdha dhe audiencë masive. Përtej aseteve të dukshme, një pjesë shumë e rëndësishme e pasurisë së Ledion Liços lidhet me bizneset dhe interesat profesionale që nuk janë gjithmonë të ekspozuara publikisht. Angazhimi i tij në projekte mediatike, role drejtuese, bashkëpunime strategjike dhe konsulenca krijon të ardhura paralele që nuk shfaqen drejt për drejt si biznese me emër, por ndikojnë ndjeshëm në rritjen e pasurisë reale. Këto forma të ardhurash janë zakonisht më të zhgjueshme dhe afatgjata se sa fama momentale dhe tregojnë një qasje inteligjente ndaj menaxhimit financiar. Duke e mbledhur të gjitha këto elemente së bashku, të ardhurat nga televizioni, pasuritë e paluajtshme, automjetet premium, aksesorët luksoz dhe interesat profesionale, një vlerësim realist e vendos pasurinë e Ledion Liços në nivele që shkojnë nga disa qindra mijëra euro deri mbi 1 milion euro, në varësi të investimeve dhe kursimeve që nuk janë të dukshme për publikun. Ajo që e dallon më shumë është fakti se kjo pasuri nuk përdoret për të krijuar zhurmë,
por për të ndërtuar stabilitet, ndikim dhe një profil të fortë afatgjat, duke e bërë Ledion Liçon një nga figurat më të konsoliduara dhe financiarisht më të sigurta të medias shqiptare.